Në një zonë malore midis Tropojës dhe Kukësit ndodhet një shpellë e njohur mes banorëve si goja e tokës. Askush nuk guxon të hyjë aty pas perëndimit, sepse thuhet se shpella e gëlltit ata që sfidojnë orarin e saj. Sipas tregimeve, në vitet 73 barinj u futën brenda për të shpëtuar disa dhij që kishin humbur. Të nesërmen u gjetën jashtë, por vetëm njëri fliste. Të tjerët nuk reagonin. Dhe ai që fliste, përsëriste vetëm një fjali: ajo nuk do të dalim. Legjenda u harrua për vite, derisa në vitin 2018, 5 të rinj nga Tirana shkuan me kamera për ta eksploruar dhe postuar gjithçka në YouTube. Hynë në orën 19:10 dhe nuk dolën më. Pas kërkimeve intensive për 48 orë, u gjetën 4 nga 5 jashtë shpellës, të tronditur dhe me plagë në duar, por nuk mbanin mend asgjë. Të vetmen që nuk e gjetën ishte kameramania. Kur pamjet e fundit të regjistruara, në minutën e fundit të videos, kamera rrokullisej në tokë dhe një zë i qartë dëgjohej që përshpëritej: "Mos më merrni më, unë nuk kam mbaruar." Shpella sot është rrethuar me shenja ndalimi. Por vendasit thonë, nuk është çështje e hyrjes por e daljes. A do të guxonit të hynit në një shpellë me histori të tilla? Na shkruani në komente dhe mos harroni të klikoni abonohu për më shumë legjenda dhe rrëfime të frikshme nga Shqipëria.